Qofse këtu diskutua projekte ndërkufitare, sigurisht që Malësia Male përfshihet, duhet të përfshi në këtë projekt, tu pas Malin e Zi, shumë afër, besoj që projekte të tilla të Bashkimit Evropian sot edhe qeveria shqiptare duhet ta kenë vëmendjen shumë më të qartë për sa kohë që shpopullimi është një ndër gangrenat më të fuqishme sot që ndodhin në Shqipëri. Ju e dini shumë mirë, besoj që siç e dimë edhe ne dhe e din çdo kush, se për pak vite ne po kalojmë në një krizë për sa i përket fuqisë punëtore, si bujqësia, turizmi, dhe në këtë situatë ku jemi ne, unë mendoj që qeveria shqiptare, ose drejt për drejt, ju si drejtor që përfshini këtë dikaster shumë të rëndësishëm, unë mendoj që i ka ardhur koha që të kenë projekte zhvilluese, projekte trajnuese, projekte nxitëse, për sa kohë që ne, për pak kohë, do gjejmë në një situatë shumë vështirë. Bujqësia sot, siç përmendën edhe kolegu Mziu dhe përmendën edhe parafolësit, është në një situatë, mund ta quaj emergjente, është për të ardhur keq si ndoshta sot nuk ka fuqi punëtore në asnjë zonë Shqipërisë, tepër të kufizuar, sa dush afro, është e pamujtur. Po ashtu edhe turizmi, siç ta thash, por në projekte të tilla unë mendoj që Malësia Male duhet të përfshijë për sa kohë që është porta hyrëse e Bashkimit Evropian dhe këtë përmes 2-3 herë rradhazi për sa kohë që jo theksuat që të gjitha këto fonde, të gjitha këto projekte do monitorohen nga Bashkimi Evropian. Shpresoj që të ndodhë kjo. Por unë nuk mund të mendoj kurrë që Bashkimi Evropian vjen e përcakton zonat vet. Janë ekipet shqiptare, janë përfaqësuesit shqiptar që paraqesin relacionet, paraqesin projekti det,